Hartimi i paketës së re fiskale është përmbyllur dhe ajo pritet të paraqitet së shpejti për shqyrtim në Komisionin Parlamentar për Ekonominë, Punësimin dhe Financat. Ndër masat kryesore që parashikon kjo paketë është falja e detyrimeve tatimore të bizneseve që datojnë më shumë se 10 vite më parë. Kryeministri Edi Rama njoftoi se paketa fiskale do të përfshijë edhe faljen e pjesëshme të detyrimeve tatimore të krijuara nga viti 2015 deri në fund të vitit 2019, me kusht që bizneset të shlyejnë një pjesë të borxhit. Sipas tij do të fshihen 50% e detyrimeve për periudhën 5 deri në 10 vite nëse pjesa e mbetur paguhet më një herë, ose 25% në rast pagese me këste brenda një viti, duke përfshirë gjithashtu heqjen e gjobave dhe interesave. Për borxhet më të reja të krijuara në 5 vitet e fundit parashikohet fshirja e gjobave dhe kamatvonesave me kusht që të paguhet plotësisht tatimi apo kontributi përkatës. Por sa është borxhi që bizneset kanë ndaj shtetit? Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve në fund të vitit 2024, bizneset shqiptare detyroheshin shtetit 162.5 miliard lek, ose rreth 1.6 miliard euro. Gjatë vitit të kaluar, stoku i borxhit u rrit me 7.3 miliard lek që përfaqëson një rritje prej 4.7% krahasuar me fillimin e vitit. Për gjatë 10 viteve të fundit, stoku i borxhit të biznesit është rritur vit pas viti me përjashtim të vitit 2017. Në vitin 2023, bizneset shqiptare i detyroheshin shtetit rreth 155.2 miliard lek. Pjesa më e madhe e këtyre detyrimeve është akumuluar prej kohësh. Rreth 84.7% e borxhit është më i vjetër se 2 vite, ndërsa 64.4% i kalon 5 vitet. Pikërisht kjo pjesë është ajo që mund përfshihet në faljen e re fiskale. Në vlerë kjo përfaqëson rreth 507 milionë euro që do të hiqen nga evidencat e shtetit, sipas të dhënave të buxhetit të vitit 2026. Pra borxhet afatshkurtra deri në një vit përbëjnë rreth 14.5 miliard lek, ndërsa borxhet afatgjata nga 1 deri mbi 5 vite kapin mbi 148 miliard lek. Në përbërjen e borxhit dominojnë tatimi mbi vlerën e shtuar të VSH-ja dhe tatimi mbi fitimin që së bashku zën mbi 60% të totalit. Në vend të tretë janë kontributet shoqërore dhe shëndetësore me rreth 15% të stokut, ndërkohë analizat tregojnë se 74% e detyrimeve i përkasin bizneseve pasive, të cilat nuk operojnë më në treg. Falja e parashikuar nuk pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë në të ardhurat e buxhetit pasi bëhet fjalë për borxhe që nuk paraqëtoheshin, megjithatë ajo ndihmon në pastrimin e pasqyrave fiskale dhe në ndarjen e qartë mes detyrimeve reale atyre të humbura ndër vite.